Mirë se vini në këtë analizë të thelluar, ku do të zbërthejmë gjithçka rreth artit, logjistikës dhe biznesit të dekorit të eventeve. E dini, ka biznese që ofrojnë produkte në një raft dhe ka biznese që ofrojnë shërbime tradicionale. Por ajo që do të eksplorojmë në këtë sesion hyn në një kategori krejtësisht të veçantë. Ky është një udhëzues i plot për çdo që ka atë shkëndinë kreative dhe dëshiron ta kthejë pasionin e dizajnit në një strukturë biznesi të mirëfillt dhe mbi të gjitha fitimprurse. Le të fillojmë direkt. Le ta nisim thellë me një herë, me një të vërtet absolute të kësaj industrie. Njerëzit nuk paguajnë vetëm për tullumbace. Ata paguajnë për kujtime. Thënë thjesht, nuk jemi këtu për të shitur objekte fizike, struktura druri apo lule të freskët, jo. Kjo industri ndërton emocione. Njerëzit investojnë kursimet e tyre për një atmosferë dhe një pamje që do t'i shoqërojë për gjithë jetën. Dhe e bukura, kërkesa është gjithmonë aty. Ditëlindjet, dasmat, festat nuk ndalen kurrë, duke bërë këtë një treg të jashtëzakonshëm nëse e menaxhoni si duhet. Tani të jemi të sinqert për një moment. Kontrasti midis asaj që shohim në Instagram dhe asaj që ndodh realisht është mjaft ekstrem. Ekziston një mit sikur puna dekoruesit është thjesht të fryjë disa tullumbace t'i vendosë bukure me shije dhe kaq. Por realitetin prapasken është një makineri super e ndërlikuar. Kërkon vizion kreativ, po për gjithashtu organizim kapilar të kohës, aftësi bindëse në shitje, marketing të fortë dhe menaxhim absolut eksperiencës klientit. Është fjalë për fjalë një operacion me shumë lëvizje. Por ta bërë këto operacion të funksionojë, na duhen 4 shtylla kryesore. Mendojeni si një tavolinë, nëse një këmbë thyet, gjithçka bie. E para është estetika dhe dizajni, gjua vizuale që tërheq syrin. E dyta, tepër e rëndësishme, organizimi dhe logjistika. E treta është komunikimi me klientin, thelbësor kur menaxhon evente me kaq shumë peshë emocionale. Dhe e katërta, marketingu vizual. Në TikTok apo Instagram, imazhi është ai që shet. Mbajeni mend, logjistika pa estetik është e vdekur, por dizajni pa logjistik është një katastrofë e garantuar. Seksioni parë, plani për shkallëzimin. Le të shohim saktësisht se si rritet ky biznes hap pas hapi nga një ditëlindje e thjeshtë deri tek dasmat më premium. E dini si funksionon ky rrugtim? Nuk hidhet me një herë te dasmat matështore. Fillohet aty ku rreziku është më i vogël. Hapi i parë, ditëlindjet, kanë kërkesë të përditshme dhe instalime më të thjeshta, vendi perfekt për t'u stërvitur. Hapi i dytë, festat për fëmijë, ku sfidohet në maksimum kreativiteti me detaje e personazhe. Pasi skuadra rafinohet, kalohet në hapin e tretë, eventet korporative. Këtu duhet profesionalizëm absolut dhe saktësi zvicerane me kohën. Dhe tek hapi i katërt, kur kapitali dhe portofoli janë të konsoliduara, vijnë dasmat. Aty ku buxhetet janë premium, por edhe presioni është i paprecedent. Por përpara se të arrini atje, rregulli i artë është të filloni nga e vogla. Krijoni një identitet tuaj. Për shembull, imagjinoni të specializoheni në një dizajn të pastër, minimalist, me ngjyra toke për një baby shower. Edhe nëse e bëni këtë falas si një demo për disa miq, kur e fotografoni atë punë në mënyrë perfekte, ajo mund të bëhet virale. Ai imazh super i kuruar bëhet pasaporta juaj drejt klientëve të parë të vërtet. Kështu ndërtohet një brand që nuk ngatrohet me askën tjetër. Seksioni i dytë, përballja me realitetin. Këtu ndodh përplasja e madhe, vizion kreativ përballë logjistikës së pamëshirshme. Sepse kur fiken dritat e telefonit, nis pura e vërtet, e rëndë. Hyn në lojë formula logjistike. Ajo përfshin menaxhim skandalozisht strikt të kohës, organizim të transportit dhe furgoneve, montimin e vështirë në teren, koordinimin e qindra detajeve dhe pjesën më raskapitse, çmontimin në mes të natës. Prapa asaj fotos që duket si kopertinë reviste, fshihen orë të tëra ngritje peshash, vrapime nëpër shkallë e salla të ngushta dhe një punë fizike jashtëzakonshme. Ky nuk është fare një profesion zyre, është një operacion i mirëfillt. Dhe këtu arrim tek thelbi i vërtet i gjithë këtij shpjegimi. Talent pa sistem krijon kaos. Merreni këtë si paralajmërimin më serioz. Të kesh sy për estetikë është fantastike, por nëse mungojnë zakonet rigoroze të organizimit, biznesi është në rrezik të përhershëm. Kur ftesa thotë që festa fillon në orën 8, çdo detaj duhet ndriçojë në orën 8. Zero justifikime. Mungesa e një sistemi paraprak që përcakton sakt kush bën çfarë dhe kur është arsyeja kryesore pse kaq shumë dështojnë që në hapat e parë. Kjo na çon direkt tek seksioni i tretë, faktori i besimit. Le të shohim pse komunikimi dhe profesionalizmi janë vetë një rrugë e sigurt drejt suksesit. Kemi dy anë të medaljes këtu. Klienti shpesh vjen me emocione të larta, ndërron mendje vazhdimisht, stresohet sepse dëshiron që dita e tij të jetë perfekte. Dhe përballë kësaj dallge emocionesh, biznesi juaj duhet të jetë një mur i qëndrueshëm. Përgjigjja duhet të rrezatojë qetësi, qartësi dhe organizim.
Një profesionist i kësaj fushë duhet të shërbejë një amortizues i vërtet stresi. Kur arrini të zbutni panikun e klientit dhe i ofroni zgjidhje me buqeshje, sapo keni krijuar diçka më të çmuar se pagesa, keni fituar besimin e tyre. Dhe besoni, ata do t'ju rekomandojnë kudo. Seksioni 4. Shmangja e gabimeve të zakonshme. Pasi ta keni fituar këtë reputacion, duhet ta mbroni atë me çdo kusht. Ka disa kurthe klasike që mund të arrëzojnë një biznes shumë shpejt. Për shembull, shumë bien në grackën e kopimit të çdo trendi të ri, në vend që të ndërtojnë atë stilin e tyre unik dhe të dallueshëm, apo nënvlerësojnë organizimin derisa ndodh gabimi i parë fatal. Por ndoshta gabimi më i madh, të marrësh përsipër më shumë evente se sa mund të përballosh fizikisht në një ditë. Formula fituese është më pak evente, por me një cilësi premium. Dhe kur mos harroni, mos e dorëzoni kurrë punën pa bërë fotografi profesionale. Portofoli është aseti juaj më i vlefshëm për të nesërmën. E shihni, prapa çdo rezultati mbreslënës ka sfida reale. Është një punë e lidhur me afate tepër stresuese ku nuk lejohen gabime. Është lufta me algoritmin dhe konkurrencën vizuale në rrjetet sociale. Është e gjithë ajo punë e rëndë fizike e stafit. Dhe natyrisht, luhatje të ardhurave në varësi të sezoneve, shumë ngarkesë në verë, qetësi në dimër. Nëse arrini të gëshëtoni zgjuarsinë e marketingut me disiplinën operacionale, atëherë keni gjetur çelësin e mbijetesës afatgjat. Tani, çdo gjë ka një fund. Kur festat përfundojnë, kur dritat fiken dhe muzika të ndalet, çfarë lloj kujtimi do të keni lëm pas? Lulet do të thahen, tullumbace do të zbehen, instalimet do të shmontohen, gjithçka aty është e përkohshme. Por, kur ai vizioni juaj magjik mbështetet thellësisht te organizimi i hekurt dhe te qetësia profesionale, ju jeni duke arkitektuar një kujtim që nuk do të shuhet kurrë në mendjen e klientit. Kjo e bën këtë industri kaq sfiduese, por njëkohësisht kaq jashtëzakonisht të bukur. Shpresojmë që kjo analizë t'ju ketë dhënë një këndvështrim krejtësisht të ri për të ecur përpara.